kërkojmë çmim të jetë standard, se është gjuna, edhe për pikat e grumbullimit për të gjitha pikat. Se jemi të gjithë njerëz të kësaj zone, e kupton? Të vuajmë për të mirën e kësaj zone. Edhe për ne që grumbullojmë ma pak, edhe për fermerët është shumë problem. Sa sipërfaqe kemi me Unë kam 8 lym. Trangull, domate. Aktualisht sa është çmimi i trangullit? Po çfarë është çmimi i trangull, këtu nuk mirret vesh. Se në mëngjes ton 700 lekë, në darkë çojnë 500 lekë. Ditën tjetër e ke 1000 lekë. Pa rregull fare, nuk mirret vesh. Pra një çmim i luhatshëm nga dita në ditë. Nuk mirret vesh, se kush i bën këto lojra dhe ne nuk e kuptojmë. Se ne jemi hallexhinj. Vjelim, sa tjetë, po si sa tjetë. Në qoftë se vazhdon kjo situatë, çfarë do bëjmë? Qa do marrim çanta, do ikim në Greqi, do ikim në emigrim. Qa do bëjmë, këtu se përballojmë dot. Prodhimi i kësaj zone kush shkon kryesisht për eksport? Po prodhimi ikën i gjithë për eksport. Shumë pak për treg të vendit, po shumicën eksporti jemi. Jemi shumë problem, jemi në hall shumë të madh. Çmimi që shisni juve, i nxjerrin shpenzimet? Qa shpenzime ne marrim borxhe vëlla që i mbjellim. Refati që pati u përmbyt është përmbytur 3 herë. Të marrit të shesin dhe prodhimin me këto çmime? Ky mirë që ka 5 shokë që ndihmojmë ne. Ndihmojmë njëri tjetrin, jep 200.000 njëri borxh, jep tjetri se do t'i kisha ikur mendja. Shumë veta si punë e Refatit. Duke filluar nga mua i pari. Si miell dote. Vetë marr borxh të shokët që mbjell, që lajnë shpenzimet, lajnë helmet, lajnë. Jemi në hall shumë të madh. Faleminderit. Tu jemi organizuar për çmimin e trangullit Kastravecit, sepse njëta gjë po funksionon ka mbi 5-6 vjet ose edhe 10 vjet. Ne jemi ankuar çdo herë për këtë pjesë, që pikat e grumbullimit e grumbullojnë pa faturë tatimore dhe pa çmim. Nuk e vendosin çmimin që mëngjes, është 500 lekë, është 500 lekë. Po e vendosin në darket ose ditën tjetër. Dhe shteti duhet t'i kontrollojë. Domethënë ne kërkojmë që pikat e grumbullimit të kenë tabel. Sot po grumbullojnë domate e kanë 500 lekë. 500 lekë le të jetë. Ta kenë të gjithë 500 lekë, po këta i gënjejnë fermerët, u thonë çmime të tjera në mëngjes dhe u paguajnë me çmim tjetër në darket. Është një situatë që vijon prej shumë vitesh. Prej shumë vitesh. Këta kemi kërkuar, kemi disa vite. Vazhdon në njëjtë gjë. Fermerët po i braktisin serat për këtë pjesë. E dim që është 500 lekë, 500 lekë le të ecin. Po jo thonë në mëngjes, 700 lekë, jep lekë mbas një javë, mbas 2 javësh me 400 lekë. Sa është sipërfaqja këtu e kultivuar në sera? Po janë shumë, ka 500 hektar sera këtu ja, në zonën tonë. Se këtu jesh Samatic, Dronovic, Goriçan, Arapan, Suk 1, Suk 2, Velmish, Strum. Këtu është zemra e bujqësisë. Gjithë eksportet ne i bëjmë. Tani këta po kërkojnë, tani përmbytet po se mund përmbytet vetë 3 hektare gjys lagër. Dhe akoma s'kemi marrë dëm shpërblim që të mbjellin prapë. Unë e kam lënë atje tokën. As e kam kap fare me dorë. Po mora do hes, mora s'kam çaj. Kjo do thotë për ju falimentim? Patjetër që po. Tani këta po kërkojnë të sjellin prapë i pardi në Shqipëri. Po nuk mund të vinë i pardi këtu tek lekë, të jeni lekë, më japi lekë mona ai, edhe mund të mbaj shtëpinë time me lekë borxh. Sepse unë të lekë do më japi mua lekë nga i pardi, mua lekë do më han para pikat e grumbullimit nesër, sepse unë po prodhoj nën kosto. Sa është çmimi konkretisht i trangullit? 600 lekë, 600 lekë. Domatja fillon për 10 ditë 2 javë. Kastraveci është 600 lekë. Duhet të ketë kontroll, ndash për pikat e eksportit, ndash dhe për tregun vendas. Sa duhet të jetë që tu levertisë? Të paktën, po edhe shteti e ka shumë të kollajshme. Kapin doganat. Ka pas mbrëm pika këtu që kanë zi me 55 cent jashtë. Ku i gjeti ai me 55 cent? Një fermer. Vitin e kaluar si ka qenë çmimi? Në këtë datë sot ka qenë 900 lekë. Ne kishim çmimin para 4 ditësh që kishim 800 lekë. Ishim shumë dakord. Nuhatet çdo javë kjo punë bëhet. E ulin 2 ditë, e ngrenë 3 ditë çmimin, bëjnë këto punë të tyre vetë. Kur ka filluar kjo situatë? Kjo situatë ka qenë, gjithmonë ka qenë kjo situatë. Gjithmonë ka qenë, po tani është prapë njëjta gjë. Sepse sot ka kërkesa tregu. Ne nuk na konkuron dot sot asnjë shtet. Sepse Kastravec prodhojmë vetëm neve. Të paktën të shesim një çmim 800 lekë deri në 1000 lekë. Sot, që na dalin edhe ne sapi. Tani 600 lekë këtu. Dhe tjetë në Tiranë në treg, po e zem 2000 lekë, është... Sot në këtë proces fermerët e kujt zonë nga kanali? Këtu ke nga Samatica, Drenovica, nga Suku 1, Suk 2, Arapan, Velmish, Goriçan, edhe të Rezës, po, edhe të Rezës. Se vazhdon kjo situatë, çfarë do bëhet? Po do drejt falimentimin janë fermerët. Sepse fermerët deri dje i kanë mbajtur pikat e grumbullimit, pikat e fidanishtes, me fidan me shkruajtur. Ato e kanë prerë. Farmacitë bujqësore prap e kanë prerë. Tani ka filluar stili tjetër tani që pikat e grumbullimit
u japin lek fermerëve 5-6 milion lek, që të mirën serat. Edhe fermeri nuk ka të drejtë ta shkojë studio të jop të kërkojnë çmim. Është i detyruar. Është borxhlim ndaj tij. Edhe me ikën shkallë po bëhet më poshtë. Atëherë ju jeni një Unë kam 4 dylym trangull dhe ngrijem, kam ditën e vjeljes, ngrijem në mëngjes çmim tjetër. E çoj në darkë, vjel hyj me familjen edhe vjel trangullin, kur vetën darkë na japin një cop letër që nuk vlen asgjë. Nuk vlen asgjë dhe thonë çmimi i hapur me X, që sa të vjen biles ka pas dhe në ata që nesër më del, ore kaloj trali doganën, kur do ma vesh çmimin. Ore nesër hapet atje në treg, sa ta vëm, ja të se ashu që mos blokojmë, mos shuja. Tani edhe ne nuk dim ç'a të bëjmë. Pra jeni duke funksionuar në një situatë informale. Qorrash, ikim kështu me atë, o zot, se qa do gdhi nesër. Aktualisht jeni në mëshirë të fatit. Po, në mëshirë të fatit. Do të shpeshherë kjo? Po, kjo ndodhë sa herë që del dielli themi në këtej që ka pak prodhim që fermeri ndihet mirë, që prodhon diçka, opa, bën 2-3 pika bashk dhe hapin fjalë që çmimi vajti kaq, të nesmen e ke për tokë. Jeni bashkuar protestës, sot jeni nga Samatica. Në Samatica për Terqelo edhe jam mbytur, kanë ardhur dhe komisioni radhën e parë, kam ardhur mi 3 herë, me kam ardhur dhe zonja gjesh aty, Sa sipërfaqe është këtu? kam 4 dylym. Edhe vëresht e mandarina gjera. Erdhi komisioni, eri pula asë një lloj shpërblimi. Ka vajtu të e boti ati me të shkruar prap, ma prujre ka me mjellë prap për shtyti. Prap doli edhe i ndalë glumi. E që ndigën në ne nga ishin. Ne që ato bëjmë tani jemi në halë. Ju jeni të më shpërblyer ndonjëherë? O, pas njerë. Po bëjnë 30 vjetë. Taksat i paguaj një, e vjen puna nuk. Sa sipërfaqe me sera që keni? 4 dylym kam. 4 dylym. Çfarë do kultivoni? Do mate, trangull. Një apel. Ne. Një apel që keni për gjithë institucionet. Apel, ja në ndimoj shteti se ne s'kemi ku me. Jemi në halë. Jemi në halë madhë. Po e njëjta problematikë gjithmonë, edhe për faturat. Ne folëm me ministrin para 2 javësh, ku erdhi në një takim informues, e tha do t'i kontrolloj faturat, do t'u qepem kemakemës, po siç duket asnjë. Asnjë, e njëjta situatë gjithmonë. E ngren 2 ditë, po si ka mundësi të ngrihet çmimi sot 600, 700, 800, pastaj vetë prap ku ndodh kjo? Më thënë ata kanë mundësi që e lvizin këtë punë, edhe gjitha bëhen këtu. Pra ju kërkojnë ndryrën e shtetit së Po, rregullator. normal. Rregullator vetëm shteti është. Ne s'mund bëjmë dot gjë. Kjo situatë sa e vështirë, sa ju bë juve në vështirësi? Shumë. Tërkohën. Përveç ekonomik, stres, punë, nuk është gjë e lodhshme. Fizikisht dhe Pra kjo pasiguria Po. ndër vite ju ka lodhur apo jo? e lodhje. Mendim për braktisje. Se Problemi, juve jeni përmbytur, dëm shpërblim? Dëm shpërblim zero. Sa Asnjë është një. dëmi? Dëmi është maksimal. Se i mbollëm njerë, ikën pak në 2 milion, 3 milion që vetë dylymi shpenzime. Në iku kjo, kam 7 dylymi, 21 milion, 20 milion ikën. Kam edhe 20 tira tani unë, po me këto shqitje, ku do vete unë? E thonë 20 milion lek vetëm shpenzime. Unë duhet marrë pak në 20 që të laj 20 një që ka ma bosh në përshok. Dhe të have në i bukë. Sa vite keni ju qeni kultivues? Unë kam qysh në 2009. Gati 17 vjetë berber. Cili është viti më i vështirë që keni përballuar gjatë kësaj periudhe? Sa vjen, po na shtrëngohet litari. Ka ndang, po tani ka vajtë në një fazë që do këputet ai dhe mbaruam në. Pra jeni në fazë mbijetese? Mbjetesa është shumë pak tu është, më poshtë në ajo ja. Në qoftë se vazhdon situata, çfarë do bëni? Çfarë të bëjmë, do marr çantën, edhe tikim herë në kem Greqi se kështu do kemi lekë të paguajmë as rrugën për tikun në Greqi. Do ikim kem, kemi ikun kohë. Lutem.
protestuar.